Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka pritur në takim të ngarkuarën më vonë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Ano Pratipati. Osmani tha se me Pratipatin folëm për zhvillimet e fundit politike në vend, përfshirë hapa tutje drejt konstituimit të legjislaturës së re dhe hapa të mëtejshme institucionale në përputhje me kushtetutën. Sipas njoftimit nga presidenca, Presidenti Osmani ka njoftuar zonjën Pratipati për letrën e saj drejtuar deputetëve të lidhur me hapat e ardhshme për krijimin e institucioneve të reja në funksion të garantimit të stabilitetit dhe funksionalitetit demokratik të shtetit të Kosovës. Presidenti Osmani theksoi rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit të ngushtë bilateral me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partneri më i rëndësishëm strategjik i Republikës së Kosovës. Me këtë rast u diskutua gjithashtu edhe për thellimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, gjë që përfundimisht kontribuon edhe në forcimin e paqes e stabilitetit në rajon, thuhet në njoftim. Tutje bëhet e ditur se në takim u diskutua edhe për dy njohje të reja nga Kenia dhe Sudani, gjë që sipas saj u mirëprit si një zhvillim i rëndësishëm drejt fuqizimit të mëtejshëm të subjektivitetit ndërkombëtar të vendit. Presidenti Osmani dhe zonja Pratipati riafirmuan përkushtimin e përbashkët për të forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thuhet në këtë njoftim të lëshuar nga presidenca.